E pra të dashur miqtë e mi, përshëndetje për të gjithë, ja ku po ritakohemi sërish së bashku me mua Tirona Lilin për të komentuar një ngjarje që në fakt ndodhi brenda në shtëpinë e Big Brotherit. Diskutimi i Selinës dhe Rogertit, më falni, ka nxjerrur në pa një diskutim tjetër. Do të thënë Rogerti ka përzgjedhur jashtëzakonisht të përmendën banorët dhe familjarët e tyre, në fakt ka përzgjedhur që të përmendën familjarët brenda në lojë, por nuk toleron që të përmendet familja e tyre. Tani Mateo në të gjitha format tregon një edukatë jashtëzakonshme. Gjatë kohës kur po diskutonte Rogerti dhe Selin, shkon Mateo afrohet normalisht si çdo mashkull brenda shtëpisë që ka një çiksedër për të mbrojtur një femër dhe dëshiron që ta mbron Selinën duke i thënë Rogertit në korniza gjithmonë debati që kujdes për fjalorin që po përdor, sepse po denigron veten dhe nuk e di se ku do të shkosh me këtë denigrim. Rogerti vazhdon duke ofenduar Selinën, vazhdon duke denigruar Selinën, por Mateo vazhdon i thotë që kujdes sepse nuk është kjo përzgjedhja e dur, nuk është kjo gjua e dur që ti duhet në fakt të përdorësh brenda në këtë shtëpi, sepse një burr 40 vjeçar ti thot një vajzës me këshite shti apo me sa meshkuj flen njëkohësisht, kjo është e tmerrshme, edhe pse Rogerti në fakt është duke e kërcënuar me ditë të tëra Selinën që unë di një diçka për ty. Në moment Rogerti del nga vetja, ashtu siç Rogerti di të dalë nga vetja, dhe vazhdon kërcënon Mateon duke nxjerrur në pa, domethënë që kjo është shumë e turpshme, një fjalë që realisht nuk ishte për ta thënë. Ai thot Mateos, "Ok, po motra jote me sa meshkuj flen njëkohësisht." Tani ti thuash tjetrit, "Motra jote me sa meshkuj flen njëkohësisht", domethënë prite që aty mund të marrësh edhe dhunë. Mateo u acarua jashtëzakonisht shumë, u mërzit jashtëzakonisht shumë, e përjetoi shumë keq këtë gjuhën të përdorur në fakt nga Rogerti brenda në këtë shtëpi dhe nisi që domethënë të konfliktohen të dy, nisën që edhe të gjuajnë. Brikena ishte te kuzhina, vrapon më njëherë për të ndarë Mateon, vrapuan të gjithë banorët, hyn në mes, Mateo filloi që të zbardhet, filloi që edhe ta livanoset, nuk ishte mirë, domethënë ndoshta ju rit tensioni më njëherë, apo ra në një lloj nervozizmi të tmerrshëm që e bëri atë që domethënë të ulet edhe të mendon deri ku mund të shkon ky njeri për lojë. Unë mendoj që nuk është e bukur që një mashkull si Rogerti, domethënë një burr që është në vite, është 40 vjeç, të mos di ta bëj lojën me banorët brenda, por të përdor edhe personazhe nga jashtë, domethënë të përmend aty motrën e Mateos, që realisht motra e Mateos nuk ka përse të jetë pjesë e këtij Big Brotherit. Unë mendoj që Rogerti duhet njerë pikë e parë të ngritet në këmbë, të ulen atë koklartësinë e vet, sepse po len nam sinqerisht, domethënë këtu dëmton edhe imazhin e familjes, se njerëzit i marrin kot e kot inat edhe familjarët e atij për lojën që po bën Rogerti, se kjo nuk është lojë. Do t'ishte lojë në qoftë se Rogerti dhe Mateo përballeshin brenda atyre mureve. Domethënë me deklarata për lojën, me akuza për lojën, çfarë ka brenda në lojë, por jo tani të përfshin aty motrën dhe ti thuash ti tjetrit, domethënë me sa më në kokë bën, ti thuash ti tjetrit, po motra jote me sa meshkuj flen njëkohësisht. Është e bukur ajo, po si do të ndjehesh Rogerti? Më vjen shumë keq, më fal për gruan e Rogertit. Si do të ndjehesh Rogerti nëse Mateo do t'i ktheshte po gruaja jote me sa burra flen njëkohësisht? Dhe lojë është kjo? Kjo nuk është lojë. Domethënë unë mendoj që vllau i madh në rastin e Rogertit është i padrejtë. Unë e kuptoj që dalja e Rogertit nga shtëpia dëmton Big Brotherin, se s'ka kush t'i krijon këto debate, po nuk janë debate këto. Këto janë ofendime dhe me pyet Rogertin në dhomën e rrëfimit, cili është qëllimi që i bëndi të gjitha këto? Qëllimi i Rogertit është që t'i degradon banorët aq shumë saqë ato, domethënë ti kundërvjen Rogertit edhe të dalin me zarf të zi nga shtëpia. Tani nëse ti ke përzgjedhur që të luash negativin, nuk është kjo forca e negativit, nuk është kjo forma e negativit, sepse ti përzgjedhish që të përmendësh familjarët e tyre, që ti prekësh në seder ato, që ato domethënë të heqin më parasysh edhe lojën, se nuk të toleron njëri ti të ofendosh tjetrin në motrën, në nënën, në familje. Por Mateo,
Unë prandaj do me thënë edhe e vlerësoj Mateon, sepse është djalë i cili po tregon një kulturë të jashtëzakonshme. Mateo, diti që të vetë kontrollohet, u largua, doli jashtë, njëherë mori veten e tij, u qetësua, qëndroi pak vetëm, do të thënë Brikena i qëndroi, por e pash që arriti të dridhet, u zbardh krejtësisht në fytyrë, do të thënë nuk ishte në gjendje të mirë shëndetësore. Dhe i tha Brikenës që nuk e di, tha, si nuk i vjen turp, dhe flet, tha, këtu, tha, për vllaun e tij, po tha vllau i tij nuk ka, tha, fytyrë, tha, të vi, tha, në Big Brother, me denigrimin, tha, që po bën ky. Do me thënë, banorët duke që janë shumë të mërzitur, duke që janë shumë të lënduar, me formën se si Rogerti ka përzgjedhur që ta luan këtë lojën. Unë mendoj që Rogerti duhet më që tani në këtë pikë të lojës të fillon të nxjerrën pak vlerat e veta. Nuk fitohet Big Brother duke i përmendur tjetrit motrën, duke e lënduar tjetrin në babain, duke e lënduar tjetrin në nënën, duke i thënë asaj vajzës që ti me sa meshkuj flen, edhe si kur ta bënte ajo është privatësia e saj. Do me thënë, Ledioni në Prime thot që ju jeni fotografia e shoqërisë, po nëse kjo është fotografia e shoqërisë, atëherë do me thënë është turp më të ndiqet ky reality show, se vetëm reality show nuk është, do me thënë ka kaluar çdo kornis. Unë mendoj që në Prime-in e radhës, do me thënë Arbëri dhe Monika duhet jenë pak më të ashpër me Rogertin, jo Arbëri të ndalon në momentin që Rogerti, do me thënë, bërtet. Por atë që duhet ta thot në këndin e opinionistit, duhet ta thot sepse opinionistët ka një rol shumë të rëndësishëm në këtë reality show. Dhe opinionistët duhet të jenë arma mbyllëse e disa fjalëve që në fakt përdoren në këtë spektakël. Dhe kjo është turp, realisht është turp për ta dëgjuar. Unë mendoj që familjarët e Mateos janë prekur shumë, normalisht që preken, sepse ta shohin të birin e tyre në atë gjendje. Është loj nervash, kuptohet, po jo loj nervash deri në këtë nivel. Do të thënë, Rogerti e ka një problem të vetë kontrollit. Ai kur del nga vetja, nuk di as ç'a flet, nuk di as ç'a përmend, nuk di as se si thot fjalë, do të thënë ai lëndon njeriu, na nuk e lëndon. Unë jam shumë i bindur që Rogerti është natyrë që kthehet, do të thënë në shpenduar menjëherë për fjalën që e ka thënë. Por është e turpshme që ti thuash tjetrit, shife motrën tënde. Nëse dëshiron ta prekësh Mateon për lojë, urdhëro ja ku e ke Brikenën, preket e Brikena. Edhe Brikena është e zonja ta kthen vet, por te Brikena ka frikë, se Brikena nuk ja les sot për një minutë. Është banore e fortë. Dhe për këtë gjë unë mendoj që Rogerti nuk u vetë kontrollua dhe tani do me thënë nuk e len ajo uni që e ka i ti për t'i kërkuar falje Mateos për fjalën e thënë. Se nuk është e bukur të përmendësh motrën aty, është e njëjta gjë sikur Mateo ti përmendte Rogertit bashkëshortin apo familjarët, por Mateo u tregua i qytetarizuar dhe u tregua zotni, nuk përdori informacion apo nuk përdori familjen për çfarë për t'u akmerrur kundërdrejt Rogertit.